Se si do ndikoj dyshimi i prokurorëve, nuk duam që të jemi pesimist, por realist. Është shumë e ndryshme mënyra se si e heton dhe e përfaqëson në gjykim një prokuror që ka eksperiencë të gjatë kohore, që e njeh çështjen, që mund të ketë një tim 3 vjeçar dhe një proces gjyqësor 2 vjeçar, një prokuror që vjen në ditën e parë dhe përballet me një grup kriminal apo me një organizatë kriminale, duke patur parasysh që se kanë as eksperiencën e mëparshme për të hetuar dhe të marrë pjesë në gjykim. Proceset gjyqësore do vazhdojnë me të njëjtën shpejtësi, po themi, sepse aty është gjykata që përcakton biushmërinë e gjykimit, kurse në hetim patjetër që kjo do ndikojë dhe do ngadalësoj shpejtësinë e hetimeve dhe rezultatet për çështjen konkrete.